Po sikur Linda Kaçanaj tjetë krejt e pafajshme. Dhe jo një kriminele si personazhi që ka krijuar për të nguti, për të arrestuar dhe për të masakruar me bomba artizanale, tenxhere, duke i vënë në kurriz vila dhe makina, ndërkohë që jeton në shtëpi me qera dhe që, siç mora vesh, as nuk e ngjet makinën. Prokuroria e posaçme ka nxjerrë blof shefin e qeverisë Edi Rama mbi pasuritë e ish drejtoreshës së Akshit Mirlinda Karçanaj. SPAK ka njoftuar zyrtarisht se ka sekuestruar 40 milionë euro pasuri që u përkasin anëtarëve të grupit kriminal të Akshit, ku bënte pjesë drejtuesja e institucionit Mirlinda Karçanaj dhe një grup biznesmenësh. Sipas SPAK, ish drejtoreshës së Akshit Mirlinda Karçanaj janë sekuestruar 2 apartamente në Tiranë, një në Kavaj dhe një sipërfaqe toke 1500 m2, një automjet Volkswagen dhe disa llogari bankare në banka të nivelit të dytë. Ajo që bie në sy është fakti se një nga apartamentet e sekuestruara të Mirlinda Karçanajt ndodhet në rrugën Dervish Hima në Tiranë, apo pranë stadiumit Air Albania, që aktualisht njihet si një nga zonat më të shtrenjta të kryeqytetit. Gjithashtu, SPAK ka sekuestruar edhe 30 prona, llogari bankare e biznese të sipërmarrësit në kërkim Ergyes Agasi. SPAK ka sekuestruar edhe 11 pasuri në pronësi të sipërmarrësit tjetër që dyshohet nga SPAK, si truri i grupit kriminal të Akshit, Ermal Beqiraj. Ndaj këtij të fundit janë sekuestruar troje, apartamente, bizneset e tij dhe llogari bankare. Gjithashtu SPAK ka sekuestruar edhe 1.2 milion euro pasuri të Gzim Hoxhës, i cili është vllai i ministrit punëve të jashtme Ferit Hoxha. Edhe Gzim Hoxha është marrë në hetim nga SPAK për grupin kriminal të Akshit. Gjithashtu SPAK ka sekuestruar edhe 6 milion euro kesh në bizneset e sipërmarrësve Andis Papa dhe Elison Jorgji. Edhe këta shtetas përmenden në dosjet e Akshit. Prej disa muajsh SPAK po heton tendrat e Akshit, ku deri më tani ka ngritur akuza për drejtuesit e këtij institucioni dhe disa biznesmen, të cilët akuzohen për grup të strukturuar kriminal, ku dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë kryer veprat penale të rrëmbimit, shkeljes së barazisë në tendera, korrupsionit, pastrimit parave dhe konkurrencës së palishme nëpërmjet dhunës.